Përshëndetje të nderuar shikues, po takohemi në edicionin e lajmeve të orës 11 në televizionin publik të Kosovës. E nisim këtë edicion informativ me një lajm të rënd që ka tronditur Kamenicën dhe komunitetin shqiptar në diaspor. 2 vajza nga fshati Topanic kanë humbur jetën tragjikisht në një aksident të rënd trafiku në Gjermani. Lajmin e ka bërë të ditur kryetari i komunës së Kamenicës Kadri Rahimaj përmes një reagimi publik ku ka shprehur dhimbjen dhe ngushëllimet për familjen Zubaku. Rahimaj ka shkruar se është thellësisht i prekur nga lajmi për aksidentin e rënd në Gjermani, ku humbën jetën 2 vajzat e familjes Zubaku nga Topanica. Nën sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara për operacionet e paqes Jean-Pierre Lecroy sot nis vizitën 2 ditore në Kosovë. Sipas njoftimit të misionit të UNMIK-ut, ai do të zhvillojë takime me zyrtar të lartë të Kosovës, përfaqësues të partnerëve ndërkombëtar, organizatat e shoqërisë civile me stafin e OKB-s në vend. Lecroy do të vizitojë gjithashtu projekte të mbështetura nga Kombet e Bashkuara, ndërsa diskutimet do të fokusohen në çështjet që lidhen me ruajtjen e paqes, bashkëpunimin shumë dhe mbështetjen e vazhdueshme për paqen dhe stabilitetin në rajon. Pas vizitës në Kosovë, zyrtari i lartë i OKB-s do ta vazhdojë turneun rajonal me vizita në Serbi dhe Bosne. Teksa kanë mbetur vetëm pak javë deri në afatin e 22 korrikut për shpalljen e aktgjykimit të shkallës së parë ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit, mbrojtja dhe njohës të drejtësisë vlerësojnë se procesi është zvarritur tej mase dhe se vazhdimi i paraburgimit po cenon të drejtat e të akuzuarve. Megjithse dhomat e specializuara kanë arsyetuar shtyrjen e vendimit me kompleksitetin dhe vëllimin e madh të lëndës, mbetet e paqartë nëse gjyqtarët do ta respektojnë të afat apo do të kërkojnë kohë shtesë për finalizimin e aktgjykimit. Ka mbetur edhe 1 muaj deri në afatin e dhënë nga dhomat e specializuara të Kosovës në Hag për shpalljen e vendimit të shkallës së parë ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit. Shtyrjen e vendimit deri më 22 korrik, speciala e kishte arsyetuar me volumin e madh të lëndës, që sipas saj kërkon shumë kohë për analizim dhe shqyrtim nga trupi gjykues. Por ky afat sipas dhomave të specializuara mund të shtyhet përsëri nëse gjyqtarët e shohin të nevojshëm. E derisa ditët po ecin, Thaçi dhe të tjerët vazhdojnë të mbahen në paraburgim edhe më shumë se 4 muaj pas përmbylljes së procesit gjyqësor. Njohës të ligjit thonë se procesi nga fillimi ka qenë jo i drejtë dhe është zvarritur shumë, duke shkelur të drejtat e të akuzuarve. Sipas tyre, gjasat që vendimi të shtyhet prap ekziston. E deshme është sa i përket e logjikshme për gjithë ne që jetojmë Kosovë, qytetarët e Kosovës është e pa logjikshme, për shkak se është një zvarritje dhe kjo dhe sipas gjitha gjasave ndodh. Ka shkesa të shumta, edhe pse gjyqtarët vazhdimisht gjatë proceseve gjyqësore i kanë shqyrtu, i kanë lexu, i kanë dëgju dëshmitar, prap ligji obligon që të analizojnë të gjitha shkesat një nga një dhe gjitha së bashku. E rëndësishme në fundit është vendimi me orë pozitive dhe ata më liru. E me vazhdimin e paraburgimit derisa janë në pritje të vendimit, po u shkelen të drejtat, thot edhe avokati tjetër, Arber Jashari. Me momentin që janë dëgju dëshmitarët e prokurisë, nuk ka asnjë arsye që ata njerëz të qëndrojnë atje. Arsye ligjore kam fjalën. Vetë faktin që janë administru gjitha provat dhe procesi ka përfundu dhe tash jemi vetëm pritje të aktgjykimit, tregon që kanë pushuar pothuajse edhe ato arsyet minimale me të cilat gjykata mund të thirrë ose mund ta justifikojë atë frikën e cila sekta të dyshuar mund ta pengojnë procesin. Thaçi dhe të tjerët ndodhen në paraburgim në Hag nga nëntori viti 2020, derisa në shkurt ata në fjalët e tyre përmbyllëse deklaruan se janë të pafajshëm dhe se lirimi i tyre do të ishte vendimi më i drejtë. Dhe të jesh privuar nga ojri i lirisë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vazhdon të jetë në pritje të përfundimit të procesit të ankesave para shpalljes së rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të 7 qershorit. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi ka bërë të ditur për RTK-n se shpallja e rezultateve varet nga përmbyllja e procedurave të ankesave dhe vendimet e institucioneve kompetente. Sipas tij, pasmarrjes së këtyre vendimeve do të vlerësohet nëse ato përbëjnë obligime konkrete për KQZ-n, të cilat duhet të zbatohen para certifikimit të rezultateve përfundimtare të procesit zgjedhor.
Policia e Kosovës ka konfiskuar armë, municion dhe pajisje të tjera të paligjshme gjatë kontrolleve në 3 lokacione të ndryshme në Zubin Potok. Sipas policisë, në 2 objekte në fshatin Presek janë gjetur 2 pushk, qindra fishek karikator, pjesë të uniformave kamuflazhi dhe bateri ndriçuese. Ndërkohë, në një objekt të pabanuar në fshatin Qeqev janë sekuestruar një pushk, fishek, pajisje për mbushjen e municionit, barut e sfera metalike. Sipas njoftimit, tashmë janë iniciuar raste për posedim të paautorizuar të armëve, derisa nuk raportohet për persona të arrestuar.